Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, përshëndetje, fillojmë këtu emisionin ton kushtuar ditës së përkujtimit Memorial Day. Një omazh për sakrificën dhe kontributin e shqiptaro-amerikanëve. Çdo fund maj, Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndalojnë për një çast për të përkujtuar burrat dhe gratë që dhanë jetën në shërbim të vendit të vet. Memorial Day, dita e përkujtimit, është më shumë se një festë kombëtare. Është një ditë reflektimi, nderimi dhe uniteti kombëtar, mes miliona amerikanëve që kanë kontribuar dhe sakrifikuar për lirinë e këtij vendi, një vend të veçantë zënë shqiptaro-amerikanët, një komunitet që ndonë se i vogël në numër, ka dhënë një kontribut të ndjeshëm dhe të denjë në historinë ushtarake, politike dhe shoqërore të Amerikës. Rrënjët e këtij përkushtimi lidhen nga emigrantët me ndjenja të thella patriotike dhe mirënjohje për Shtetet e Bashkuara. Shqiptarët filluan të emigronin në SBA në fund të shekullit të 19 dhe në fillim të shekullit të 20. Shumica prej tyre duke ikur nga varfëria, persekutimi osman, më pas ai fashist e komunist. Megjithatë, sapo vendosën në këtë tokë të re, ata u integruan shpejt në jetën amerikane duke treguar një ndjenjë të lartë besnikërie ndaj vendit që ofroi strehë dhe mundësi. Gjatë luftës së parë dhe të dytë botërore, shumë prej tyre u bashkuan forcave të armatosura amerikane duke luftuar krah për krah me bashkëqytetarët e vet për shlirimin e Evropës nga tirani totalitare në më shumë dhe shqiptarët që kanë shërbyer në forcat detare janë të shumtë. Domosdo se në luftë ka dhe të vrarë. Disa për shqiptarëve patën fatin e keq që mos ktheheshin të gjatë nga lufta. Kështu Apostol Kosta nga Filadelfia, luftëtari i luftës së dytë botërore, do mbeste në fushën e luftës, sidoq do mbeteshin edhe Paul Prifti, Angelo Costa, Luis Prifti, Eugene Rupi, Alex Cristo, Luis Nochka, Charles Stefano, Petro Duris, Josef Papas, Michael Progeri, Bill Visar, Josef Pandeli, të gjithë me banim në Filadelfia. Një heroizëm në uniformë. Në radhë të veteranëve të ushtrisë amerikane ne gjejmë emra shqiptaro-amerikanësh që kanë shërbyer me nder dhe guxim. Ndërta është Ernest Veliu nga Massachusetts, një nga ushtarët shqiptaro-amerikanë që mori pjesë në betejat e mëdha të luftës së dytë botërore dhe u dekorua me medaljen e bronzë për trimëri. Po ashtu, gjatë konfliktit në Vietnam, në Gjirin Persik, Afganistan dhe Irak, shumë të rinj me origjinë shqiptare ju bashkuan misioneve të rrezikshme duke mbrojtur idealet e lirisë dhe demokracisë. Disa mbetën të vrarë, si tetari Gentian Marku nga Lezhë, pastaj Ervin Dervishi e të tjerë. Kontributi në jetën civile dhe politike amerikane të shqiptaro-amerikanëve, që përveç shërbimit ushtarak, shqiptaro-amerikanët kanë kontribuar edhe në ndërtimin e institucioneve demokratike, në zhvillimin ekonomik dhe në dialogun ndërkulturor në Shtetet e Bashkuara. Emra si kongresmeni Joe DioGuardi, i njohur për mbështetjen e çështjes shqiptare në Kongresin Amerikan, apo aktivistë si Hare Baraktari dhe Richard Lukaj, kanë qenë zëra të rëndësishëm në mbrojtje të interesave shqiptare dhe të vlerave amerikane. E në këtë kuptim, Memorial Day është gjithashtu një ditë për të përkujtuar jo vetëm ata që ranë betejë, por dhe ata që kontribuan në forcimin e vlerave të shoqërisë amerikane. Kjo është një trashëgimi që vazhdon. Edhe sot, shqiptarët në Amerikë edukojnë brezat e rinj me dashurinë për këtë vend dhe për kushtimin ndaj demokracisë. Në shumë komunitete shqiptaro-amerikane, Memorial Day shënohet me parakalime përkujtimore, vendosje kurorësh me varreza ushtarake dhe aktivitete kulturore që ndarojnë kujtimin e heronjve, duke kujtuar ndjenjën e përkatësisë të mirënjohjes ndaj Amerikës edhe për fatin e Shqipërisë e të Kosovës në shekuj. Në historinë e sakrificave amerikane, emrat e shqiptarëve që kanë rënë betejë janë pak të njohur për opinionin publik, por shumë të respektuar në radhë të ushtrisë dhe komunitetit. Ata janë dëshmi e një përkushtimi të thellë ndaj vendit që ofroi mundësinë për një jetë të re dhe që ata e zgjodhen ta mbrojnë me çmimin më të lartë jetën. Një nga emrat që kanë mbetur i skalitur në memorinë e komunitetit shqiptaro-amerikan është dhe James Gëzim Zadroga, një oficer policie i New Yorkut me origjinë shqiptare, i cili nuk ra në luftë, por humbi se pasojave të drejtë për drejta të ndihmës së dhënë pas sulmeve të 11 shtatorit. Ai ishte një heroi vërtet për cilin Kongresi Amerikan
miratoi aktin e njohur Zadroga Act për të ndihmuar financiarisht dhe shëndetësisht të gjithë ata që u prekën nga pasojat e atij sulmi tragjik. Po ashtu dhe ushtari Agron Abdullahu me origjinë nga Kosova, që shërbeu në trupat e marinës amerikane dhe dha jetën gjatë një misioni trajnimi në SBA për rrethana tragjike që shënuan betejat e brendshme për përfshirjen e një kuptimi kulturor. Historia e tij është një kujtesë se dhe shqiptarët, si pjesë e indit të forcave të armatosur amerikane, përballen me gjitha sfidat dhe sakrificat që sjell uniforma. Ka dhe shumë të tjerë, pa emër, në kronikat publike shqiptare e thjesht që ranë në Irak, Afganistan ose humbën jetën gjatë shërbimit aktiv. Emrat e tyre ndodhen në listat e përjetshme të dhomave të kujtimit, në memoriale si e Arlingtonit dhe në zemrat e komuniteteve shqiptare amerikane nga Bostoni në Phoenix. Si përfundim, Memorial Day është një ditë për kujtimi, por dhe një ditë krenarie për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe për komunitetin shqiptaro-amerikan. Kontributi jonë në forcat e armatosura, në jetën politike dhe sociale të Shteteve të Bashkuara, dëshmon për një marrëdhënie të thellë besnikërie dhe respekti ndaj këtij vendi që e pranoi dhe na respektoi. Ndërsa Amerika përkujton bijtë e bijat që dhanë jetën për flamurin e hyje, ne kujtojmë me nder edhe bijtë shqiptar që i dhanë gjithçka për lirinë, si të Amerikës ashtu dhe të trashëgimisë së tyre. Lavdi të përjetshme të rënëve për liri. Gëzuar Memorial Day. Gëzuar.